Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ditën e sotme live drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në ekranin e parë informativ në vend, në televizionin News 24, njëkohësisht për gjithë teleshikuesit e rregullt të televizionit, por dhe të emisionit tonë, do të jemi live për gjithë udhëtarët edhe në Radio News 24. Vetëm 24 orë më parë, gjykata e Elbasanit ka vendosur që 4 fëmijët të jenë në kujdestarinë e babait dhe jo të nënës. Në fakt, ditën e sotme në këtë studio ka mbritur një zonjë 38 vjeçare, e cila ka të gjitha provat e mjaftueshme për dhunën barbare që babai i atyre 4 fëmijëve që gjykata e Elbasanit i ka lënë në kujdestari sipas raportit vlerësimit psikologjik të një psikologe që është shumë mediatike, ndërkohë që nuk ka menduar kurrë që 4 fëmijët, të paktën 2 më të mëdhenj, nëse atashimin me nënën dhe me babain ja kanë treguar psikologes, kjo duhet ishte e paanshme si për njërin dhe për tjetrin. Nëse kjo nën ka ikur dhe i ka lënë të 4 fëmijët e saj, ka pasur ndoshta arsye të cilat do t'i vërtetoj sot, sepse është dënuar barbarisht nga ana e ish-bashortit të saj tashmë. Por 2 fëmijët më të vegjël, një djalë e të 2 djemt, janë të moshës 9 edhe 6 vjeç, sepse 2 fëmijët e parë 14 dhe 12 janë vajza, 2 fëmijët e vegjël 9 edhe 6 vjeç janë djem. Të paktën, nëse sipas vlerësimit psikologjik kjo nën mund të jetë dhunues ndaj fëmijëve, të paktën e do japim provat e mjaftueshme ditën e sotme që edhe babai është dhunues ndaj nënës, por njëkohësisht edhe ndaj fëmijëve. Prandaj, nëse interesi më i lartë i gjykatës sipas vlerësimit të psikologes do të ishin këto 4 fëmijët, atëherë të 4 fëmijët duhet ishin marrë dhe duhet ishin dorëzuar institucioneve shtetërore për ta bërë ato prindërimin e dur. Nëse kemi të bëjmë me të 2 dhunues, unë nuk e di nëse zonja është dhunuese, nuk kam prova për këtë gjë, prandaj që në fillim të emisionit do bëj një thirrje të drejtë për babain e atyre 4 fëmijëve. Do mundohem që me fëmijët, paktën me fëmijën më të madhe që është vajzë, me një fjalor të paprecedent që zonja ka disa biseda me vajzën, por njëkohësisht edhe me ish-bashortin, kuptohet që përveç fakteve që kemi ndaj bashortit dhe babait dhunues ndaj fëmijëve dhe ndaj zonjës, nuk kemi fakte në lidhje me zonjën. Nëse psikologja dhe gjykata ka menduar që këto 4 fëmijët duhen larguar nga një nën e cila i ka braktisur, ka pasur apo jo arsye, por edhe i ka dhunuar, të paktën në dijenin time nuk duhet ishin edhe në kujdestarin e këtij dhunuesi. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi me 38 vjeçaren e cila do shfaqet pa portret, me iniciale për shkak edhe të gjithë materialeve që kemi të dhunës që është ushtruar ndaj 38 vjeçares. E ndjekim fillimisht materialin e kryeredaktores dhe rikthehemi në studio me avokatin dhe me psikologën tonë. Historia që do të trajtohet ditën e sotme ka të bëjë me dhunën ndaj një gruaje nëne 4 fëmijëve, e cila është dhunuar brutalisht nga bashorti, deri aty sa që edhe fëmijët janë kundërvënë, duke ofenduar me fjalë nga më të rëndat. Ka qenë motra e saj e cila ka denoncuar rastin në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ka kërkuar ndihmë sepse ditën e djeshme ish-bashorti i ka marrë me ligje dhe fëmijët nën kujdestari, duke poshtëruar dhe duke ofenduar. E reja ndodhet në një gjendje shumë të rëndë psikologjike dhe rrëfen se fëmijët janë kundërvënë, sepse janë mësuar nga babai i tyre për të qenë kundër saj dhe për të mos qëndruar nën kujdestarinë e saj. Ndiqni rrëfimin. Në studion tonë, në anonimat të plot, është AK 38 vjeçare, përshëndetje zonjë, mirë se erdha. E shikoj që ke filluar duke lotuar në fakt rrëfimin tënd, do ta mbledhim pak veten sa të flas me specialistët? Para se ty hynim në këtë studio, kemi folur gjatë bashkë, ndërkohë ti ke folur së bashku me motrën tënde shumë gjatë me kryeredaktoren e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Ti je një grua e fortë. Nuk e di çfarë të prekur më tepër, thirrja që unë bëra nga studio e emisionit përpara se të shfaqej inserti dhe materiali i bërë nga kryeredaktorja e emisionit, apo ato çfarë Anila thoshte në insert do të mi thuash vetëm pas pak.
E mbledhin pak veten. Mirë, me mua në studio Serian Mazreku, avokat, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, vis, mirë se u gjetë. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja në klinike, përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Ju pash që të dyve zakonisht unë hyrjet i kam të shkurtra teksa prezantoj temën e emisionit, por domosdoshmërisht në fillim të këtij emisioni më duhet të bëja një reflektim si gazetare, si nën, si grua, si motor për këtë 38 vjeçare. E pash Eksena që rradh herë më ke miratuar të paktën teksa unë shikoja te kamera ime një bisht i syrit për shkak të profesionalizmit, shikonte dhe miratonte që ti vetë ndoshta mund ta kishe nisur si unë emisionin. Mund të më thuash pse? Është e vërtetë e vis, sepse nda nënën nga fëmijët, sigurisht që të bën të reflektosh, pra edhe si nën, por edhe si grua, dhe kur vjen nga cikli i dhunës, kur vjen nga ofendimi, dhe kur sheh që ky modelim i figurës së babait reflektohet edhe më agresiv te fëmijët, dhe largon nënën nga ky cikël, pra që mund të kontribojë për ta prishur, sigurisht është e trisht, dhe jo vetëm që miraton, por dëshiron që të ngresh zërin për ta riparë edhe njerë këtë lloj vendimi. Sepse me të drejtë me avokatin analizuam që si vërtetohet, pra tendenca është që nëna të marrë kujdestarinë e fëmijëve. Dhe avokati cilësoi që është rast i rrallë. Thotë që ka një kusht specifik, të cilin gjykata ka marrë këtë lloj vendimi. Dhe nëse ne vërtetojmë, apo individi vërteton që nëna është dhunuese, atëherë si mund të kuptojë gjykata që edhe babai mund të jetë dhunues, por është një dhunues i fshehur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nuk e mendoj shumë se është dhunues i fshehur, pasi zonja ka ikur dhe ikja nga banesa është quajtur braktisje e fëmijëve. Por a ka pasur një shkak zonja? A është dhuna ndaj saj një shkak? Sepse sot do japim prova të pakundërshtueshme që zonja është e dhunuar. Të gjitha këto ne i diskutojmë vetë me zonjën, unë të falenderoj Eksen, do të ta jap fjalën pse ka vendosur kështu gjykata, sepse ishte edhe një diskutim i yni përpara se të hynim në transmetimin e drejt për drejt. Por dua të kaloj tek zonja, tek 38 vjeçarja. Si e njohur ti dhe babai 4 fëmijëve të tu? Ne jemi njohur me dashuri. Po? Ne njohur aty në lagje. Po? Ishim mirë, pas e lindi dhunë ka pas, po jo shumë. Sa kohë e përjetuat dashurin? Arritët ta njihit njëri tjetrin siç duhet, apo e përjetuat në një kohë të shkurtër dhe në emocionet e kësaj njohjeje ju krijuat familjen? Unë kam njohur ato që kur bëra dy vajzat e... Jo, flasë përpara se të lindje dhe të martoheshe. Dashurin, sa e përjetuat? Po, ishte mirë, 4 vitet e para. 4 vite? Po, 4 vitet e para. Pastaj filloi dhuna, filloi... Po çfarë ndryshoi tek ky njeri? Nuk e di, xhelozia. Ishte xheloz për ty? Xheloz kot në kot, nuk e di. Pa lidhje, po, nga xhelozia. Edhe nga alkooli, pinte dhe alkool. I jepja arsye, më fal që të pyes, Jo, nuk i jepja arsye. Asnjë arsye nuk i kam dhënë. Thjesht kot. Pra kishte ide të kota në kokën e tij? Po. Mban mend ndonjë akuzë të drejtë për drejtë për shkak që xhelozie që të ka bërë dhe është e pavend? Shumë maj, men. Po, më thua njërën. A ishim, dolëm në Librazh, vypëm, ikëm ke disa miq. Po. Edhe ishim në tren, aty pse pe këtë, pse pe atë, nuk e di kot pa lidhje. Edhe kështu, unë gjithmonë për fëmijët kam duru. Po. Se thoshja mos ndahen, mos kështu, mos ashtu. Që t'ishte i familje, u jam mundu shumë, t'ishte një familje e rregullt, të shëndosh. Nuk donte. Zotria punonte? Punonte 3 muaj në Greqi. Pra, 3 muaj në Greqi dhe 3 muaj në Shqipëri. Po. Ishte xheloz gjatë kohës, ai nuk ishte prezent? Edhe atje ishte, po këtu kur vinte këtu bëhej më keq. Bëhej më keq. Gjatë kohës që ishte në Greqi? Merrte në telefon, pse e lap, mëron kishe një bluzë, thoshe pse e ke vesh këtë tjetrën. Pra, edhe nga distanca në Greqi, në qoftë se ti do ndroheshe, si çdo grua, që duhet të ndrohet, ai thoshte pse je ndruar. Pra, për të duhet të rrije me një bluzë. Po, duhet të rrije me një bluzë. As mos të lashe, as mos të kushtoje vëmendje pastërtisë së trupit, mirëmbajtjes së trupit tënd, apo jo? Po.
Ndërkohë, si priti ai lindjet e fëmijëve të vajzave kryesisht që janë edhe më të mëdhaja? Po, mirë i priti vajzat, mirë. Ishin lindje të planifikuara, i kishit planifikuar bashkë? Po. Gjatë kohës që keni përjetuar një dashuri, sepse është nga rastet që ndoshta dhuna vjen edhe për shkak të mentalitetit që vajzat martohen kryesisht me mblesëri. Mua më vjen mirë që nga zona juaj po dëgjoj një grua 38 vjeçare që ka dashur një fqinjën e saj, apo jo, se më the që ishim afër. Po. Dhe keni përjetuar disa kohë dashurin tuaj. Në fillimet e dashurisë tuaj, në fillimet tuaj ai nuk ishte i tillë. Nuk ishte i tillë. Nuk ka shfaqur xhelozi. Jo. Të ka njohur mirë me një fjalë. Pastaj, pse mendon ti se u shfaq kjo xhelozia? Se ti thua, unë nuk i jepja shkak. Ai aludonte qofte edhe duke udhëtuar me tren për gjithë personat që ishin tren. Pse i pe? Po. Një episod tjetër mban mend, xhelozie të fortë. Pse ndrohesh tjetër? Jo, po, ku do dilja, për shembull, do ikja më në vend, mos i lidh flok, jo, mos i shlo flokët, lidhi, boj kështu, mos i vish këto xhinsa se trin kështu. Do me thënë, deri dhe ke veshja tek paraqitja jote e jashtme. Po. Me lindjen e fëmijëve, filloi të ndryshonte, ndo pak? Me lindjen e fëmijëve ajo bo më keq, nuk e di pse, sidomos me çunin e funit, erdhi nga Greqia dhe ishte shnosh. Po. Tha mu jam shnosh e këtu thash unë, se i pa ta thonë, bëm dhe djalin? Po. Thash mjaf janë. Po, 3 fëmijë. Po. Pra, 2 vajzat edhe djalin. Do ta bëjmë dhe njën, tha mu. Po. Thash, jo i thashu. Unë kisha ngel shtatzan, i thash që kam ngel shtatzan. Po. Ty të shrit bargu, si me shaka, thash po dhe mu. Jo, thash është e vërtet. Unë nuk e di, tha, me qine ke, tha me mu, jo. Pra, të lutem, mos e prek mikrofonin, e shikoj që ke një lloj pasioni për t'i treguar gjërat, po bën një kërcitje mikrofoni dhe duam të dëgjojmë zërin tënd sa më të qartë. Pra, ai të ka akuzuar që djali i fundit nuk është i tij. Djali po. Po si ka mundësi që gjykata kur një baba pretendon që fëmia nuk është i tij, ti japi kujdestarin fëmijës së fundit që është 6 vjeç? Po, nuk e mylla këtu, nuk është thash mos ta dëgjoj mo. Po. Asgjë e myllëm këtu, ikëm në... Po pse nuk i the, në qoftë se ishte pa i sigur të bënte një analiza DNA-ja? I thash, Po. Nuk e diskutoj mo. Shfaqte dashuri për fëmijët? Shfaqte. Shfaqte. Edhe ikën në Greqi, në këtë çunin, atje nuk më hapte telefonin, unë e merja në telefon. Pra, ti ke jetuar me të dhe në Greqi? Jo, iku ai në Greqi. Iku ai, po dhe nuk ta hapte. 4 fëmijët shtatzan. Po. Edhe nuk më hapte telefonin. I bia, thoshe jam punë, jam duke hërë buk, ikë. Po. E gjëra kështu. Erdi data për të lindë fëmijën. Po. Iku, prap, erdi dhe iku tash, do lindja fëmijën. Tash mirë, nuk po të marrë tash i qova një mesazh, vetëm më hap tash se unë du ta di, jam gru. Të marrë dikë me vete të afër ose këtu, se do lindë tash, nuk mund vetëm. Po. Ç'duhet ty ky muhabet, tha. As nuk më tha që do vinte. Unë e mora vesh nga komshiet që do vinte me i komshia aty se ishim bashkë. Edhe erdhi, jo të hy nga dera, apo të më marrin telefon, të hapit si njëri, po hy nga dritarja. Unë atë kohë, unë e dija se vinte natën, vinte në orën 2 natës, se kështu ishte puna e Greqisë. Edhe ngërritës aty në dritarja, gjasë mësë kështu. Po. Unë ngrita, dola nga shkallët, i nejza dritën, është erdhe. E tani, tha erdha, ta të regojë unë ty, tha tani, tha kujtja hape derën, tha të kujtja nejze dritën, ti tha në 12 natë, është ty, së unë e dija, ku e dija ti, tha unë s'tash gjë. Tani, tha... Pra, kishte qenë provokim që ai ke dritarja kishte bërë disa shenja, por ti e kuptove se e kishe mësuar që ai do vinte. Unë e dija që do vinte. Edhe nuk kisha unë kujtja hapja derën në 12 natës, vetë ati. Ta mu tha tani, tha, nesmët, do shkojat lindja djali. Tani, tha unë ty, tha do të mysë, tha kujtja hape ti derën. Qëfëse unë kam bo për të mytë, thash, okej. E mori litari me vërtet, thash unë. Hajtë, ka sola lopës, ta do të qoj. Që edhe shtatë zanë. Ati u trema, se thash, mbase po bom provokim prap. Ati u trema dhe i kam shpëtu dorën, kam mik ke vjera. I kam thonë vjerës, këshu, thash, shko me vesh me djalin, se këshu ma boni, thash. Vajti kjo, kishte vajt, kishte hyke fëmijët. Dhe i kishte thonë, qa ke me alë, më shku është, kishte thonë. Ati ke unë është, kishte thonë. Po qa pate me to? Po i që qasë gjë.
Aty atë natë kam njët aty, se kisha frikë të shkoja. Po. Edhe jam ngrit nesër mëngjes, kam bo valiqet gatim, kam marrë dhe kunatën me vete. Motrën e Tibi. Kunatën, jo motrën e këti, po... Nusën e kunatit, po. Se jam i qikë shumë. Po, e kuptojmë. Jemi njësë, as më ka fol rrugës, as si gjë, vetëm se bon të detyrën si baba. Linda djalin, njëta 5-6 ditë në spital nuk e di, më ka ardhë, ka marrë, as me fliste, as si gjë, kam ikë shpi atë nate nuk me fliste, e kështu, tha mu, tha, me ty është kotë, tha. Dhe që të bëtë ty, tha, unë që një vogël aty, tjetër i vogël këte. Unë do të thejë, tha mu. Që kam po unë për thejë? Nuk kam po gjë për të thejë, ka që thash. Po tani, po, tha, vajtit mori thika, unë aty i ka prapë. Ika ke kunata ishte të fol me kunatën, e ka marrë, kanë zirë jashtë, tash e kam thonë, merë atë virën edhe ike fëmijët, tash ta i këshu, kishte pi alkohol. Tash këshu, tash deshën me më thejë me marrë thikën. Ikën tonë, unë aty mrena, dola jashtë, po ati është fshatë edhe ka qenë këshu rrugëve që boshin lurimu, thash o imi hudhi fëmijët nga balkoni, aty ka marrë policin telefon. Pra, i nuk ka qenë i dhunshëm vetëm me ty, por dhe me fëmijët. Po. Fëmijët përse u luritën kur ti u largove? Jo, nuk ishin fëmijët, po... Nuk ishin? Ishin që unë thashtë se ka të jepë për një merë për një huthet, aty ka marrë policin. Po, ke marrë policin. Ka marrë policia, kam dalë nga shpia, kam vajt poshtë, para se të vinë policia, po i kam thonë kunatës edhe vjetrës, vetëm nuk shkoj, do vini dhe ju me mu. Erdi policia, qa keni, që këshu e morën të poshtë. Po? Mu më thanë do vishë nesër. Po. Kam ikë poshtë, me gjithë fëmijët, aty, nuk e di, kam bot denoncim, po e të hoqa denoncimi. E të roqe? E të hoqa. Edhe kam kërku ndim, më kanë marë, më kanë qunë në Elbasan në shoqata. Fëmijët ku i le? I mora me vete. I mora me vete, po? Aty, pas ta vjen me vlajnë. Para sa kohë është ka ndodhur ky episod? E mbarë mend? 2018, po. I mbajmë të gjitha këto shënim se unë nuk e di, në qoftë se një grua me 4 fëmijë shkon dhe strehohet në një shoqat, dhe kjo nuk merret parasysh as nga psikologja dhe as nga gjykata, tani nuk e dim se çfarë të mendojmë. Aty kam ikë prap se ka ardhur me vllajën tim, kam fol me ato shoqatës se gjasma se dozoj men. Mirë, rikthimi ka qenë po në 2018, ndalojmë pak këtu se kam shumë pyetje për të bërë. Ai të ka dhunuar apo jo? Ti ke të gjitha provat dhe faktet. Sa herë je pajisur me urdhër mbrojtje? 2 herë. 2 herë me urdhër mbrojtje. Këto urdhrat e mbrojtjes, i ke dorëzuar në gjykat teksa bëjë zgjidhja e martesës? Pra, gjyqtari që ka vendosur në bazë të vlerësimit psikologjik të psikologës, që ti ke pasur 2 urdhra mbrojtje, ti e dhunuar, ti në 2018 ke shkuar në një shoqat bashkë me fëmijët. Regjia shfaqin në wall shenjat e dhunës të dallueshme të tuat. Besoj ka bërë mjekon ligjor. Si ka mundësi që ky zotëria të marri kujdestarinë e këtyre 4 fëmijëve? Se kuptoj. Atëherë, e ulim pak dorën se gjithmonë e mban tek mikrofoni dhe na shkakton probleme. Atëherë, ndalojmë pak në një moment tjetër. Ti dhe zotëria keni jetuar më vete, me sa kuptoj, së bashku me fëmijët, jo edhe me njerëzit e ti. Po, më vete. Më vete. Dhe gjithmonë xhelozia vinte sepse ai ikte në Greqi. Por, pak më përpara, më thej që disa kohë, mbas lindjes së djalit të fundit, që aktualisht është 6 vjeç, ai nuk ta hapte më telefonin rregullisht. A ke dyshuar ndonjëherë për ndonjë jetë paralele që zotëria bënte në Greqi? Se jo më kote përmendje fjalën ishte shëndoshur. Ai kishte, me se kam zbuluar, unë i kam pa mesazhe, kishte i lidhje, po jo në Greqi, aty e kishte. Po në të njëjtin vend ku ishet ju? Po në të njëjtin vend. Në Librash, në qytet. Në qytet? Ne ishim në fshat. Po, i shoh mesazhet, edhe e marr, i them, e di çfarë janë ato? Po. Për me na emën. S'ka problem. Edhe më thot, pa me se çun thot me shtyko. Okej, thash, nëse është kështu, se unë edhe ti, ne kemi 4 fëmijë. Nuk na del për të bërë këto gjëra. Koha. Du të punojmë ditë e natë, se ato janë 4. Gjithatë, e mbyllim tu. Unë më tregojnë ca video, po nuk mi dhanë, mi tregon
Po? mi tregon një person, Çfarë përmbanin videot? që a i kishte dalë, Po? Gjiro, edhe më tha që do dalë, për natën e vitit 3 e kalum aty, do iki, tha se ka një festival, do iki me këta, do iki me... Pse në festival nuk mund të ikshit të do të bashkë Jo, juve? nuk ndikëshim bashkë në asirë. Edhe ishte me atë personin që unë i kam pa video. Kërcente, hudë kështu Pra, të një shokë. hëngri darkën e vitit 3 me ju, hëngri piu festoj me ju, dhe në basë orës 12, iku i shoqëruar nga zonja në fjalë. Festonte me të. Pasi të erdhën të gjitha këto videot që ti pe duke festuar me një grua tjetër, çfarë mendove? Çfarë i the? Çfarë bëre? I thash që ti vazhdon akoma me atë, nuk i pranonte, se është e vërtet, se është e vërtet. Që të bëja? Kur u lidhët në fillim, mbas shumë kohësh dashuri me njëri tjetrin, familjet, si të familja e babait të fëmijëve të tu, si familja jote, ishin dakord që ju, duke qenë se ishit edhe fqinj, të kurorzoheshit në martesë? Dakord ishin. Pra nuk ka pasur kundërshtime. Me sa kuptoj, njerëzit e iqbashortit i ke pasur në krah. Vjerën, kunatën. Nuk i kam pasur. Nuk i ke pasur në krah. Vjera ishte Vjera dhe 2 kunatat e mia pa martume. I kam la me këto 2 dur, i kam rrit. Nuk më fliste kunata e madhe. Vjera nuk më fliste, nuk e di. Shiko, dua të di pak nga ty, çfarë reputacioni ke pas në zonë? Pra, a i dëgjonte fjalët e tjerve që bëje kaq xheloz për ty, apo i krijonte vetë skenat? A edhe dëgjonte fjalët e tjerve, edhe skenat i kështu vetë si i donë të qefi. Edhe fjalët e tjerve i dëgjonte. I dëgjonte. Po të tjerë çfarë kishin me ty? Pse i flisnin keq bashortit tënë? Si mundet, do me thënë, të shikosh një grua nën të 4 fëmijëve, të shkosh dhe t'i thuash bashortit se dëgjoj, ajo bëri këto ose atë? Nuk është për shembull se Vjera hynë të kështu, ajo kunate madhe asë... Çfarë nuk i pëlqente Vjerës edhe kunatës? Ma thuaj pak të lutem. Nuk e di që... Thjesht... Nuk... Ato të 3 rishin bashkë, unë rria vetëm në shtëpi. Mos ndoshta nga që ti rrije veçmas dhe nuk rrije me to? Jo, nuk i ngisja, nuk u flisja. Unë laja, unë shplaja, ato së një monshim fare, gatuja, bunë te me hashën, me gojë së më flisnin. Shu, kjo, asë herë. Pra ti thua që xhelozia e ti ndoshta është ndikuar edhe nga personat e familjes edhe nga personat të tjerë. Ama ke zbuluar që ai kishte një lidhje paralel. Ishte. Okej, ne do flasim se ku të janë shkaktuar ato shenjat që dham pak më përpara dhe si ke marrë ti urdhrat e mbrojtjes, por me një sinqeritet të plot, do dua që në pjesën tjetër kur të rikthehemi pas hapësirës publicitare të më thuash pse ike dhe i le 4 fëmijë. Të gjitha këto vetëm pas hapësirës së parë publicitare. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë të emisionit, vijojmë përsëri bisedën me zonjën 38 vjeçare. Zonjë, do doja të dija në gjithë të kushte që tregove, tradhti, përbuzje, xhelozi, dhunë, dhe të gjitha këto i kemi sjellë me prova dhe me fakte ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, do doja të ndaloja në momentin që me sa duket është përdorur që zotëria të marrë kujdestarinë atyre 4 fëmijëve. Ti e ke kërkuar, besoj, kujdestarinë në gjykat. E kërkoi dhe zotëria. Ndërkohë keni kërkuar edhe ndoshta kujdestari të pjesshme. 2 fëmijë ty, 2 fëmijë zotëria. Asnjëri nga këto versione gjykata nuk e dha përpara 24 orëve, apo jo? Mirë, ndalojmë pak këtu, si ike ti nga shtëpia? Pse ike? Fëmijët prap mendova, vetëm për ata. Po. Se thash, më mirë mos shohin këto skena, se sa... Pra ti u dhënove dhe pastaj ike? Po, u dhënova me fjalat në atë. Me fjalë? Po. Në sy të fëmijëve? Në sy të fëmijëve, edhe ku shifte në komshi që po kalonte, me të madhe. Po, ty. Edhe thash... Pra, kalonte komshiu, ai të ofendonte në sy të komshimve. Edhe ku e shifte që dilte në komshi në për dritar, të doli për ty. Mirë, xhelozi e papar, tani, vajzat janë 14 dhe 12, nuk po flas për 2 djemt, 9 dhe 6. Të paktën vajza e madhe, si reagonte kur ti rriheshe, dhunoheshe, shaheshe, shantazhoheshe? Ajo kishte fryk. Ajo kishte fryk dhe nuk hynte fare, nuk reagonte fare. Edhe i thash, se
për ato jam këthy shumë herë, ajo mu ka lutë shumë herë. Mamë tha kur që pa ta ike motra, se këto motra kam, se ike ke motra, se i farson të dhe motra, se thoshte ato, se ti me krahu me ta prejun, ti nuk ikje, ti nuk boje. Edhe... Po vendimi për ti, kur ishte joti? Imi, Po? imi. Po? Tha, ktheu dhe herë, tha, se në qofë sa do ta marrë unë policin telefon. Më ka rrafë ditën e baromit. Ajo ishte aty. Edhe i tha, nuk reagoj. Unë mos e mërzis ato, kur iku, thash, Ana, më thekshu, pse nuk reagoj. Thash, Ana, jam këthy shumë herë, thash, për ty. Ti nuk po bona si gjonë. Qofse herën tjetër, thash, më kthehet futu, thash, se unë nuk të loj të rrafja i ty. Erë dhe kjo kishte për... Pse, ka tentuar, do me thënë, të rajë dhe fëmijët dhe të lutem mos përmendim emrat e fëmijëve. Të kam me identitet të pasbuluar, të kam thënë vetëm moshën dhe me iniciale, kemi mbajtur konfidenciale gjithë shka për ty, e kuptoj që je rënduar vetëm mundohë të mos më përmendësh emrin. Atër, i ka dhunuar fëmijët? I ka dhunu. Edhe vajzën e madhe? Po, edhe i thash futu, kur më rref mua më shpëto, qofse do që të rrim bashkë me atë, thash, se unë nuk të loj, thash që ai... Po mirë, kur ai rrinte fëmijët, pse nuk e ke denoncuar? E kam denoncu shumë herë, po nga fëmijët nuk e do shte goca këtë. Goca madhe. Kishte frikë? Po, nuk e di, kishte frikë, a i dhimë... Po djemt, i rrifte djemt? Kur ishte i pi, po. Edhe djemt? U gjunde kokve, po, pësoni, pse nuk pësoni, boni shu. Ku ishte i pirë, kur ishte i alkoholizuar? Po, aty erdhe i pirë, më kapi mu të mrafi, hyri goca madhe, aty e kanë zi gocën. Aty. I gjujti dhe vajzës? Nuk e shlonte, ajo shkreta po kërkon të njim vajta. Aty i kam vajta dhe e kam të heqë, thash në gjë këtu, me mu ke bo që ke bo, këta nuk të lejoj, thash të pësh. Po. Nuk të lejoj, me këta thash, sigur, aty filloj... Shiko, pse këto gjëra vajzat, apo të 4 fëmijët nuk ja kanë treguar psikologes? Se kjo më çudit mua. Unë them që kanë fryk, tani unë nuk e di. Unë them kanë fryk nga ai se ai ka kërcënu, edhe kërcënimin e shifni dhe veci i ka thonë, që ose janë fëmijët e mi ta. Edhe të flasin, ty, unë i vras. Ka fryk, themë, nuk e di që i ka thonë. Mund të ketë thonë që unë vija tje, unë u vras, unë u pres, unë vras veten, se dhe këte e thoshtë shpesh, Jana, po i ke ti me ato, so i ke këshu, unë vras veten, unë bëjda, ajo unë, si non, me sa e kuptoj, me sa e njof, unë themë, ajo ka shumë fryk. Pra, ti thua që vajza ka pasur shumë fryk. Kur ke ikur nga familja? Kam ikur me 23 gusht. 23 gusht të 2024-ës? Po. Natën e fundit the vetëm të ka sharë dhe të ka ofenduar. Fëmijët ishin aty. Po. Pse nuk i more me vete? Nuk i mora se nuk më erdhën. Unë grita në mëgjes, thash Ana, gjoj mami për... Të lutem pa emër, po? E di që është shkurtimi emrit, por nuk do doja, po? Thash po iki, thash gocës madhe, nuk thejem më këtu, kam bo gjërat gati, do vish me mamin. Po do vi, tha mu, thash unë, sa ma shpet, bo një gjërat gati, thash se nuk pesh ty mo, thash po mnalet fryma, asi sekund nuk rimo këtu. E gjoj fjalët, a i morin dhomë, do të bëjmë gjërat gati, tha, a ishte në dhomë, i morin dhomë, sa ka dal nga dhoma, goca më ka thonë që nuk... Nuk vidot. Jo, i këtha, bërë gjej shpije gjërat, se unë do të vi. Okej, thash. I kam pytur gjithë fëmijët, vetëm quni... Math më ka thonë që nuk vi, tha unë, do rri këtu ki shtëpia ime, tha si pasha që jam, tha këtu ki shtëpia babe, tha nuk vi me ty. Ika, sa kam kam ble telefon, i kam marrë legët borgjë dhe kam hap telefon, i kam thonë Ana në gjo, mami, këtu do marrësh. Atëherë, të ndalojmë pak tu, se përmend vazhdimisht emrin e vajzës dhe doja do të kërkoj ndjes, disa herë të lutem, mos mi përmend fëmijët. Gjithsesi, është drejta jote, dhe jo, s'ka problem, ti e nëna dhe edhe mund të flasim. Pra, fëmijët në një farë mënyrë vajza tha, shko rregullohu se unë do vi, por nuk erdhi kur. Nuk erdhi. Jo, kanë ardhur, kanë ardhur. Më the që ika me 24 gusht dhe bleva me njëherë telefon. Bleva me njëherë telefoni. Pse nuk e pasur në njëherë telefon ti? Mi më qiftaj, nuk mi tërgonte, mi thymte, nuk e di shiste, nuk e di këjqonte. Sa ko ke pasur telefon? 6-7 muaj kam pas telefon. Në më thënë gjithë jetën tënde, po ti marrësh gjithë e gjithë, 6-7 muaj që mbaje telefon. 1 muaj njëherë, 2 muaj njëherë. Po, kishte goca, kishte telefon aty flisja me familjarët e mija. Pra, vajza kishte telefon dhe nëna 38 vjeçe nuk kishte telefon. Po pse, me çfarë arsyetimi? Nuk e di. Në 2024, mos kesh telefon dhe ti
të hikësh me 24 gusht nga shtëpia, të bësh një marrëveshje me fëmijët e tu, vetëm djali 9 vjeçar ka thënë unë jam pasha në shtëpinë time dhe do rri me babin, ato të premtojnë që do vinë, por ti të rregullohesh e njerë vetë, ai vetë si e priti, që ti po ikje, po largoshe. Ai qeshte. 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 Se e dinte që nuk ishe kur të shkoja, apo? Po, e dinte që nuk kishte kur të shkojnë kjo, do kthehet, e u mor valicën, ika qeshte, as nuk thash ku po shkon, qeshi pi, apo ktheu, apo flasim, as i gjë. Edhe ka marrë telefonin, ka marrë se nuk isha ku të shkoja, prap ke motra që e farsojnë për atë, për çdo gjë, ajo shkreta nuk ka faj, thjesht më ka nimu si motër. Po. Aty ka marrë Ana goca, Po. për 2-3 ditë më ka thonë e po vi. Po. I thash, mundesh me nitë dhe 2-3 ditë se nuk kam gjetë shtëpi? Jo, ne po vi. I thash, mirë, e kam gjetë shtëpinë. I kam kërku ndim vllajt, e kam gjetë shtëpinë, e kam marrë, i mora, vajtan librasht i kam marrë, i mora, i futa në shkollë, i regjistrova në shkollë, me shumë mundim gjitha. Okej, flisin flet me ato flisin, hyshin dhomë, unë nuk doja ti mërzisja. Edhe isha me gocën te shkolla, sa regjistrova që në vogël se nuk mi pranojnë gjithë mi shkollë, ju luta drejtoreshe, si a shumë mi regjistrojë gjithë mi shkollë. Ven shpi, sa ulem, pas ka ardhë babi, më thot goce, madhe. Se erdhe ku? Është këtu, tha di këtu afër. Do vish të takojsh të shumë, mami jo? Po. Do dolën të gjithë, ikën. E më merë të pastaj të lutëm, hajte takoj, të lutëm, hajte takoj. Më dola, tu kam bo gabim. Të flasim sinqerë, se isha dhe me urdhë mbrojtja shu. Dola, tha, mu qa ke bo men, tha, nuk vjen mo, tha, shumë, ja, atë ta kam thonë, thash edhe, po mirë, tha, si do bëjsh men, tha, ti janë 4 e këshu, ashtu, tha, shumë. Po. Po. Do mundohem, thash, do punoj ditë natë, thash, do i maj. Mirë, tha, ti marë unë, tha, ishte në shtator, po nuk e maj me ndatat, me thonë drejten. Do i marë unë 2-3 ditë, tha, dhe do t'i sjeli. Po. A shumë mirë. Për qef, tha mu, mirë. Po i marë, tha, unë dhe të të bytit, sa i ka marë, ka ikë, më ka marë goca në telefon, ka thonë nuk vimo këti me ofendime, me gjëras, do rrim këtu, se kur... Pra, babai ka ardhur, ti ka kërkuar dhe më pas nuk ti ka rikthyer. Të gjitha këto prova që thuan studion e emisionit me zemër të hapur, a janë diskutuar në gjykat? Janë diskutu, të gjitha. A i ke diskutuar me psikologin? Po, të gjitha. Di gjë se çfarë kanë folur fëmijët me psikologin? Se ka një raport. Tu nuk di gjë, nuk këthen gjë. Ne kemi bo... Po raportin ku e ke? Se duhet a ketë avokatja jote. Vërtet ke një avokat e shtetit sepse nuk e ke mundësin. Ti punon, ti punon, me sa di unë. Punoj me ditë se iki poshtë lartë dhe e ke shkolla i takoj, dhe se sa të s'më takojnë, po. Edhe kemi bo një intervist me fëmijët, me ata, edhe me psikologen, kam hy mrena, vetëm se më thoshte me zërë, unë kam hecë me mas drejtësis, me zërë mësë ka fëmijët, thoshte, mësë i prek fëmijët me zërë. Kam hy mrena, kam dash ti takoj fëmijët, nuk më kam taku, as njone, i vogli më shifte këshu, po shifte tjerit, se kishte frykë, se im... Po sot ti je përbuzur nga fëmijët. Ti thua që fëmijët të flasin me një fjallor të pa precedente, edhe vajza madhe? Po, normal. Po pse? Ma dje duhet të tregoj dhe këtë, kam qenë në gjyq të Elbasan. Kur ti ja ke lënë babai, ti marri dhe ai nuk ti riktheu më, kjo nuk quhet braktisja e dashur. Ti e ke vërtetuar në gjykat që nuk i ke braktisur, po i ke regjistruar në shkollë? Regjistrimin e fëmijëve, një dokument nga shkolla, duhet ta kishe çuar në gjykat, e ke bërë këtë gjë? Po, i kam. Psikologja e ka këtë gjë? I kanë, të gjitha i kanë provat. Duhet të tregoj. Fëmijët për çfarë kanë ikur nga ty? Tani jemi me zemër të hapur dhe po fajsojmë vetëm njërën palë. Të bëj një pyetje të drejtë për drejtë? Po. I ke dhunuar ndonjëherë ata fëmijë? Jo, si kam dhunuar si. Efektisht u kam fol, mund ta kem ngrit zonin si çdo non. I ke ofenduar fëmijët e tu? Jo, si kam ofenduar si. Ke ngritur vetëm zërin? Po. Po si çdo non i kam këshillu, si ta them. Po si ka mundësi që ai të kërkoj ribashkim, të kërkoj t'i mbante disa ditë fëmijët dhe nuk t'i sollën. Fëmijët nuk duan që nga ai moment flasin me ty. Pse? Po pse tani unë them që i ka ngarkuar? Janë të ngarkuar, them unë. Dhe të gjitha këto që ne po diskutojmë në këtë studio janë diskutuar në gjykat dhe gjykata ka vendosur që të 4 të rrinë me babain? Shumë e çuditshme kjo gjë. Dua të them të diçka. Ose në këtë emision mungon diçka,
Ose unë nuk e di se si gjykata e Elbasanit dhe ajo psikologe e pas ka vendosur që ata 4 fëmijë të rrinë me zotrin që të ka bërë kështu. Dua të them dhe diçka. Në gjyq, ishim gjyq, kishte marrë gocat, të dyja gocat. Po? Kemi bërë gjyqin, kemi dalë. Po? I merrte kalamaj, 2 gocat i fusën në gjyq. Po? Nëse i nxirri, nuk e di se si i fusën një gjyqtar fëmijët në përgjyq, as ketë se kuptoj. Me sa di unë, në base e kam dhe unë gabim. Po? Ka marru gjyqi, kemi dalë jashtë, ishte a i zotria, me gjithë avokatin e vetë, 2 gocat, edhe para se të hymë gjukat, mu afru. Edhe thash se do më takojmë. E madhja më bështynte, e vogla më fendonte, nuk kam dhënë asë njërë. Shiko, e dashur, ke lënë diçka pa thënë në raportin tënd me fëmijët? I e treguar i sinqert, se është shumë absurde kjo që po ndodh në Shqipëri. Nuk e di. Sidomos me rastin tënd, është i pa precedent. Unë nuk e di tani, mbase edhe jam dhe unë gabim. Po unë i kam rrit ato. Unë i bonash. Në raport me fëmijët që vajza e madhe, një 14 vjeçare, një adoleshente, të bështyr nënën, nësë nësë di, se kuptim. mirë, unë të doja t'jipni një material në këto momente, për ta shfaqur, është një bisedë që ti ke bërë me ishburrin tënd. Dhe aty prezent thua ti ka qenë edhe vajza. Është një material audio. E japim regjia në këto momente për të ma shpjeguar ti se çfarë ka ndodhur. Dhe se dole gërmozi, roj. Roj se të dole gërmozi, ma e, fytin. Me. Po të e fmirë dhe mi, po që qarë, po më qëtë, i të gratë mirë, po i të e gratë, i po qëtë ty, se rriti i iku, po i e thotë në nëmë i bratë parë unë. O ratiku! O ratiku! Ne pam tone të larta, nuk u dëgjua në fakt nga të bërtiturat, një pjesë kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur dhe montazhieri në fjalët dhe në ofendimet i ka mbuluar për të mos u shfaqur tek publiku. A mund të më thuash çfarë përmbaje në atë bisedë sepse nuk u dëgjua? Ishte i pirë. Ngre pak zërin, të lutem, po? Ngre pak zërin, të lutem, po? Në telefon, më shante, më ofendon të kam qenë në policit të Librazhdit. Bona denoncim. Po. Policia e Librazhdit të nuk mund të denoncojmë një njëri që të merë në telefon edhe të ofendon. Po. Aty më merë goca edhe më thot që qaj ke bo t'i babit, sot nuk do t'a falë. Tash qaj kam bo, kanë dalë kushërit e tu, i tha, edhe kanë raf. Aji në basë është rëzu me motor, se ka motor nuk e di këtë gjo, po unë nuk i kam thonë asë një kushëri që dilë rifrit, kushërit e mi ishin gjithë larkë, nuk isha asë një këtu. Edhe i ka thonë gocës a i që më kanë dalë kushërit e mamit, edhe i ka thonë mami që të rafi. Edhe thoshtë a i ishte i pirë, jo se që shef, shanë të ofendon, të kjo ka qenë, kjo bizit ka qenë. Dhe vajza ishte prezent aty? Po, të gjithë, jo vetëm vajzë. Të gjithë, të 4 fëmijët. Por, ky zotria ishte i dhunuar? Se një njëri që dhunohet, shko në polici merr një urdhër mbrojtje. Po, unë se di se pash. Goca më thoshte që ka kom të qamë dhe ja ke qati kushëri, kush është ai kushëri tash, kushëri jot. Ma e pejme tash se nuk e di, po unë se di kushëri jot. Këtë version e kishte treguar zotria në shtëpi? Po. Vajzat nuk ka qenë prezent kur është rrahur? Nuk e di. Pra, ti thua që nuk kanë qenë kushërinjtë tu? Në thash mje për emër, ta di kush kushërishe? Ti edhe sot nuk e di? Jo, po nuk... Kur ka ndodhur kjo? Se ndërkohë duat lidhem edhe me bashortin, me ish tash më bashortin? Po nëse ma e merr me datani. Jo, çfarë muaj ka qenë? Mbasi ti ke ikur? Po, mbasi unë kam ikur. Mund të qenë gusht, ator? Besoj se ti thua në gusht? Mund të qenë shtator, se kanë qenë sepse fëmijët kanë qenë atje. Këtë lidhje do të bëja dhe unë dhe tani ti u kthjellove, ndërkohë që të doja nga regjia të bënte të mundur lidhjen telefonike me bashortin për të kuptuar pse gjykata. Atëherë, ziljen në transmetim, ju lutem.
presim pak çast sa po të bëhet e mundur kjo lidhje drejt për drejt. Të kemi Zile në transmetim, të flasim me zotrin. Nuk e di ma ka marrë urdhër mbrojtje për këtë episod që zonja tregon dhe sharjet e zotris ne i dëgjuam në këtë regjistrim audio që na e ka serviru vetë zonja. Atëherë, e kam Zile në transmetim, ju lutem? Ma kalon edhe në kufje? Nuk pa hapa s'kush telefonin, shpresoj që zotria të përgjigjet. Atëherë, është telefonata e plot, gjithsesi Anila të lutem ma dërgo edhe mua, të bëj të mundur edhe unë një telefonat nga numri im, zotria nuk e hap, të shpresojmë që nga numri im i telefonit zotria të përgjigjet. Me kaq sa ke dëgjuar, Serian, te ja pak fjalën, se na duhet më e kompletuar komenti ytë, se ndoshta mund ta kemi zotrin vetëm pas pak. Eksena, me kaq sa dëgjove, ke rezerva në gjithë këtë histori? Sigurisht që rezerva ka për të dëgjuar dhe palën tjetër dhe për të kuptuar. Sigurisht edhe në këtë njanshmëri dëgjimi ka një të vërtet. Pra vërtetojmë që ka dhunë, ka presion, dhe sigurisht që janë sjellje të cilën ne i vërtetojmë ose i identifikojmë në shumë raste. Nisur me xhelozin e cila nuk ka asnjë lloj baze, është jo reale dhe përgjithsisht vjen kur partneri i cili ka këtë lloj xhelozie është vetë tradhtues dhe sigurisht si rezultati kësaj pason dhuna, pason dhe përdorimi i alkoolit. Që sigurisht besoj janë gjëra të vërtetueshme për një person i cili do të shohin. Janë gjëra që edhe pse njerëzit e ndërtojnë në atë lloj mënyre, kanë një lloj vërtetësie, pra ka një lloj. Sigurisht disa elemente mund të mos thuhen të plota, por disa gjëra pra qëndrojnë. Raporti psikologjik, le të ndalojmë tek kolegja jote. Raporti dhe vlerësimi psikologjik i atyre 4 fëmijëve apo i atashimit të këtyre 4 fëmijëve me nënën dhe me babain. Ndoshta mund të jetë bërë në kushtet e presionit të njërës palë, siç është babai që ka shkuar për ribashkim, sepse e ka parë që zonja ka filluar punë, ka një shtëpi, ka regjistruar fëmijët, ja ka kërkuar fëmijët dhe më pas nuk ka rikthyer me idenë që kjo do t'i bashkojë fëmijëve se nuk do rri larg fëmijëve. I ka manipuluar ata, siç shpreh zonja, se kemi vetëm një version të rastit, dhe ndërkohë babai i ka manipuluar dhe fëmijët mund të kenë qenë përpara psikologët të manipuluara. E kupton një psikologe kur janë të manipuluar fëmijët? Sidomos tek fëmijët e kupton lehtësisht frikën. Fëmijëve e kupton. Dhe prandaj ti je specialist për të kuptuar edhe gjën që fshihet, që mund të jetë kontradiktore ndërmjet asaj që thot fëmia dhe asaj që është e vërtetë. Dhe prandaj jemi specialistë të kësaj fushë për të ulëmtuar 360 gradë. E di pse ta bëj këtë pyetje, se më duhet kaloj në hapësirën e dytë publicitare, por ne kemi diskutuar këtë rast si të pa precedent përpara se t'hynim në transmetim. Dhe avokati im shoj faktit që është vlerësimi psikologjik i psikologës që e ka bërë gjykatën të marrë këtë vendim. Absurd, thot avokati. Pra, diçka në atë vlerësim psikologjik ka. Ka një gjë që nuk por a mund të ç'bëhet e gjithë kjo që pam sot, një grua e dhunuar? Fëmijë të dhunuar. Një xhelozi patologjike, mendoj unë. Po, patologjike ose si rezultati një tradhtie. Si shehje dhe të dalësh kur kërkon një llogari kaq të madhe ke gruaja jote, ke nëna e 4 fëmijëve, dhe të dalësh dhe të thuash, dëgjoj, a mos e djem jemi lojra djemsh, ta quash veten djalë dhe gruaja kur të dilte në telefon dhe ti ke qenë në Greqi, pse ke ndruar këtë bluzë? Të xhelozosh edhe për së largu, tani kjo është... Ajo çfarë mua më tronditi ishte arsyetimi i fundit që unë ty po të pres edhe krahun ti nuk ikën. Nëse dëgjova saktë. Edhe prandaj ka qeshur ai, prandaj nuk e ka besuar. Kjo lloj qeshe dhe rrëmbimi i fëmijëve nëpërmjet gënjeshtës dhe mashtrimit dhe mirëbesimi i nënës, sigurisht pa këtu janë eksperienca njerëzore. Pra, pista e braktisjes sipas rrëfimit të 38 vjeçares ka rënë poshtë.
Nuk ka e visë, sepse nëse ka elemente braktisje, është një nënë që në 2018 është në një institucion e strehuar me 4 fëmijë, pa do të thotë që kjo dhunë ka ekzistuar, është vërtetuar nëpërmjet urdhrit të mbrojtjes dhe denoncimeve, dhe sigurisht gjithmonë ne e dim profesionalisht që nënat të reqin denoncimin për shkak të frikës, rikthehen me iden e familjes, pra ne si profesionist nuk e fshehim dot këtë çfarë dim, dhe është e pa mundur që të mos I marrësh në arsyetimin në raport. Mirë, dalim në hapësirën e dytë publicitare, do rikthehemi në pjesën e tretë duke I telefonuar edhe një herë drejt për së drejti zotrin. Unë e di shumë mirë që ai do reagoj pas emisionit me zemër të hapur, siç bëjnë të gjithë, por do doja që fjala e tij të dëgjohej të paktën në pjesën e fundit, edhe pse nuk kam minutazhin e dur, ne I premtojmë zotrisë që në ditët në vijim le të vijë ai në studio, të bëhet pjesë e kësaj studie dhe të tregoj versionin e tij. Megjithatë, versioni dhe komenti ka filluar fillimisht nga psikologja dhe mbas telefonatës me ish burrin dhe babain e 4 fëmijëve do dëgjoj edhe komentin e avokatit. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare rikthehemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur për të vijuar pak bisedën me 38 vjeçaren. Ti ke pasur një zonjë avokate e cila paguhet nga shteti për shkak se nuk e pasur mundësi financiare. Po. Gjatë gjykimit për zgjidhjen e martesës, kush e bëri kërkesën në gjykatë, ti apo zotria? Unë e bërë. Ti e bëre. Ke çuar edhe rekomandimet e punës që ke, pagesat, listë pagesat e tua, borderot? Se ti punon? Punoj, po si që të thash nuk më ka fut me siguracione, punoj pa siguracione. Punon, po e ke shprehur në gjykatë që punon, ke të ardhura. Zotria ka të ardhura? Zotria... Ai punon? Për momentin jo, nuk e di. Për momentin jo dhe ndërkohë paraqiti një dokument që punonte ose nuk punonte? Ndërkohë ty të ka vendosur 50.000 lekë të vjetra për çdo fëmijë. Po. Të mjafton ty që të japësh çdo muaj 200.000 lekë për të 4 fëmijët? Po ku, po. Unë kam dhe qëran, kam dhe Ke shumë. Jeton vetëm, apo jo? Vetë. Shiko, ajo zonja ka marrë pjesë avokatja jote, mbrojtësia jote, që paguhet nga shteti, ka marrë pjesë në çdo seancë gjyqësore? Ka marrë pjesë. Në seancën, këtë që ishte për fëmijët dhe për divorcin. Sa herë ke marrë takime me psikologen? Me psikologen, Me psikologen e gjykatës, që vendosi raportin dhe vlerësimin psikologjik? Vetëm një herë. Vetëm një herë? Në një takim ajo kuptoi që je sigur që psikologja ka vendosur ose ka arsyetuar që fëmijët duhet rrinë me babain, je sigur? Jam këtu në qërat. I ke aty ti, letrat I ke aty. Më duhet mendimin e dikujt që ndoshta, mi nxirr pak ato shkresa, ti kalojnë psikologjes tonë Eksena Qirici, ndërkohë që unë bëj të mundur telefonatën e drejt për drejt me ish bashortin. Serian, këtë po e bëj për ty që të dëgjohet edhe versioni, nuk kam shumë kohë në fakt. Për zotrin, a I do një emision të plot, se ka versionin e ti ndoshta, të shpresoj që mua të ma hapi telefonin, si që nuk e bëri pak më përpara. E dashur në qoftë se I gjen ato letra vlerësimin psikologjik, t'ja kalojmë psikologës, të lutem, jo ti, asistentët, sepse çështja është që të kemi mbuluar identitetin, nuk e kam në fakt bashortin, e kemi të vërtetueshme, që kemi telefonuar 2 herë, një herë nga regjia dhe një herë nga numri im. Gjithsesi, unë po I shkruaj një mesazh ndërkohë që edhe avokati merr fjalën për sa I përket komentit të tij ligjor. Derisa të lexoj Eksena, ku do shkosh me këtë komentin tënd ligjor? Kishe tjetër mendim përpara se ty edhe ke tjetër mendim tani. Po. Sa I përket heqjes së prindërimit, është sanksioni më I rëndë që ndodh në kodin e familjes. Dhe në përgjithësi gjykatat vendosin pushimin e këtyre rasteve, përveç rasteve kur kemi të bëjmë me vepra penale, si ajo e rrajës e fëmijës së tyre dhe është dënuar për këtë gjë, si dhe rasteve ku nuk kujdeset si duhet për fëmin, apo rastet e braktisjeve. Du dalë tek rasti I braktisjeve, ku zotria është kapur shumë të kjo braktisja e fundme që ka bërë në 2018, pavarësisht se nuk është një braktisje, por ai ka ngulmuar të kjo dhe jam I sigurt që kjo ka qenë prova e tij për t'ia marrë fëmijët zonjës. Por ajo çfarë do doja
theksoja është për të habitur, sepse është rast unik, pavarësisht se ka shumë gra në Shqipëri të cilat dhunojnë fëmijët e tyre dhe me drejt duhet t'i hiqet prindërimi, por kjo nuk është rasti i kësaj natyre, duke parë dhe gjithë bisedën që ajo po zhvillon sot në studio. Dhe duke parë mënyrën se si ajo flet, mënyrën e vujtjes, mënyrën se si ajo kujdesur për fëmijët e saj, mendoj që ky është një vendim jo i drejtë. Ajo çfarë dua të theksoj është se ne në institucionet tona, në dyert e gjykatave, dyert e prokurisë, kemi garipa si në institucionet shtetërore që enden dhe intimidojnë këta të fundit për të ndryshuar jetën e njerëzve dhe për të dëmtuar jetën e tyre. Dhe kjo do ndëshkohet, po ndëshkohet dita ditës me drejtësinë e re, me sisteme që kanë ndryshuar, si dhe jam i sigurt që ky rast duhet ti drejtohet ambasadës amerikane dhe gjitha ambasadave për t'i mshuar fort se si është bërë heqja e prindërimit për të zonjë e cila kërkon me ngulm që të kujdeset për fëmijët e tyre. Shiko, Serian, ne duhet jemi transparent me teleshikuesin dhe unë jo më kot në gjithë të vitet transmetimi me teleshikuesin themi dhe gjërat për gjatë publicitetit. Ti tregove praktikat e tua si avokat në gjykatën e Durrësit. Si njehen praktika të tilla në gjykatën e Durrësit dhe jo vetëm se ti ke çështje të tjera edhe në gjykatat e rretheve, por sidomos edhe në Tiranë. Ndalojmë pak këtu. Kush janë praktikat që duhen ndjekur? Gjithë gjyqtarët e kanë shumë të vështirë të marrin masat e tilla. Domthonë janë shumë të pakta po ti marrësh statistikat nëpër gjykata. Pra, është rast, sidomos ky, që të heqësh 4 fëmijët dhe mos t'japësh asnjë lloj barazie, ku kërkesat kanë qenë të ndryshme aty në gjykat për të kërkuar marrjen e 2 fëmijëve ose për të ndarë fëmijët dhe asnjëra nga këto nuk është pranuar për zonjën, domthonë është një vendim i cili duhet ankimohet sepse është vendim i cili ka tejkaluar çdo parashikim të kodit të familjes. Atëherë, përmendë ambasadat, vettingu sipas dienies që unë kam dhe informacioneve është mbyllur për gjyqtarët dhe prokurorët. Atëherë, presupozohet që ky gjyqtar e ka kaluar vettingun. Si ka mundësi? Ka institucione, është institucioni i Ministrisë Drejtësisë, komisioneri që merret me këtë punë dhe jam i sigurt që pas daljes sot në këtë emision do vihet do t'i shkojë në vesh për të parë se si ka ndodhur dhe nuk do të lihet me kaq. Shiko, ndoshta raporti i vlerësimit psikologjik se këtu i kemi mshuar që në fillim neve. Raporti i psikologjik është shumë i rëndësishëm në një vendim të gjykatës, sepse në përgjithësi gjykata merr parasysh raportin psikologjik, pasi është detyra e psikologut të trajtojë, të verifikojë në terren, të marrë në kamera, të prandaj quhet gjykatë e themelit. Të shohë marrëdhënien e tyre dhe a mos ka ndonjë mundësi dhe rregullimi. Ndërkohë, në këtë rast psikologja ka paraqitur ti je sigurt vendimin për t'ia hequr fëmijët. Se si e ka arritur në këtë konkluzion? Nga një takim me nënën se nuk e kuptoj. Provat që ka qenë në shoqat në 2018 nuk i ka. Dy urdhrat e mbrojtjes nuk i ka aty të paktë në vlerësim. Dhe me dakurtësi nuk ndodh me një takim. Pra, kur kemi procese ndarje... Kemi një nënë që punon dhe një baba që nuk punon. Ne kur kemi procese ndarjes, pra ndodh që mund të bëhet me 1 ose 2 takime nga psikologja, po e ka detyrë ligjore t'i takojë nga afër, fëmijët tek e tek, bashkëpalet, ti takojë dhe ti dëgjoje. Pra, kur kemi me dakurtësi, jo më kur është tendencja e di që do të thotë heqje prindërimi më. Sidomos për nënën. Është shumë, sidomos, pra, unë kam pas një rast fundi me një gjyqtare në Durrës, si ta thash, ajo e habitur më tha, kam shumë respekt për ty, do dohet, por është diçka që nuk e perceptoj do të heqjen e prindërimit. Nuk është normale. Vetëm në rastet kur zonja, si që kam telefonatën dhe është pikërisht ish bashorti, të shikojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Evi Sameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur, të kërkoj ndjesë për shqetësimin. Ditën e sotme në studio kam nënën e 4 fëmijëve të tu, e cila deklaron që ditën e djeshme gjykata kujdestarinë e 4 fëmijëve ta ka kaluar ty. Tani, zonja ka sjellë prova dhe fakte ku ajo është dhunuar në mënyrë barbare dhe ka 2 urdhra mbrojtje dhe në 2018 ka ikur nga shtëpia së bashku me fëmijët dhe është strehuar në gjykatë. Pra, kur thua po, do të thotë që ti pohon gjithçka. Si ka mundësi që gjykata një baba i dhunues t'ia lë 4 fëmijët?
nuk kem nëse është ajo, nëse na fal ti po. Është zonja dhunuese. Keni ju fakte që zonja ka dhunuar fëmijët? Po. Ke fakte? Ne kështu ke mjeku ligjor. Edhe tek mjeku ligjor. Pra, kjo zonjë ka dhunuar fëmijët. Po, me ke mjeku ligjor, me vitin në gjeka, jo, vjen keq. E kuptoj. Ka kuptoj, mi kalon, ka Shiko, më fal, i ka braktisur është një tjetër gjë. Le të flasim pak. Fëmijët janë regjistruar në shkollë? Fëmijët janë regjistruar në shkollë në muajin shtator? Po, këtu po, i kam regjistruar. Jo, zonja thot janë regjistruar aty ku ndodhet zonja aktualisht. Dhe me që akota i përsufni nuk i deshte me zonja, nuk i deshte kalamojt i përsufni, pis kalamojt, nuk i deshte kalamojt, nuk ka tu he i qoron, po është ta. A është e vërtet që ti e ke dhunuar zonjën? Kush e ka dhunuar zonjën? Se unë kam shfaqur foto sot. Asë herë, betojnë për kalamojt, asë herë. Po kush e ka bërë shenjat zonjës? Pa e ka marrë ata motrët e bojnë qadhe, morë ata motrët hajde, e lukujt e rimi. E kanë rraur motrat edhe e kanë bërë kështu me këto pamje që ne po shfaqim? Po, ne marrë 100% për zotë betojnë për kalamojt. E kanë rraur motrat? Po 3 orë dhe mbrojtë. Jo ka rraur motrët, kush e ka praka zotë. Atëherë në 2018, pse ish gruaja jote dhe 4 fëmijët kanë shkuar në një qendër në Elbasan? Iku prej kështu, si nuk e se e në gjithë e pisë më gjengë kështu, nuk e në copë-copë, a kuptan, që të fejmë. Çfarë do të thotë janë copë-copë? Se ti e ke marrë me dashuri dhe keni qenë fëqinj bashkë. Çfarë do të thotë copë-copë? E ka marrë me dashuri dhe ku ka i ka nate, kemi një të bashkë, i me ka i një les me gjumë ka i. 3 orë dhe mbrojtë. I kalon fëmijët në gjumë? Po 3 urdhra mbrojtje, tani 3 urdhra mbrojtje zonja nuk i ka marrë kot. Po e ka marrë 20 për kalamojt vetë, e ka marrë 20 herë. 20 i ka marrë zonja që rre kalamajt. Po. E kuptoj. Mirë, edhe diçka tjetër. Ti ke lidhje me një zonjë që jeton në Librazh? Jo, vjen keq. Që ka dush për zotin një. Shiko, unë do të sjell një material audio me zë ku ti shan zonjën në prani të fëmijëve. E kam shasë e koshe të rrijet i ke jeku, për e që koshe nuk du kalamojt. Po koshe të nuk du kalamojt nga depresioni, kalova këtë kam po e fej vetë. Po mirë, në qoftë se ti ke kaluar nga depresioni dhe zonja ka dhunuar fëmijët, gjykata nuk duhet i jepte as ty dhe as zonjës ato 4 fëmijë. Duhet i merrte shteti, zotri. Po unë pa i maj kalamojt, me unë i maj kalamojt. A punoni ju, zotri, punoni? A të në këtoj që i zdi që të vogël. A punoni, zotri? Në qëtë i minut, a mje? Po? Vogël që ti që ku ka i qenë mërës, qka asistent, qka me u bëjtë për kalamojt, a e s'ka pu i gjuhë për kalamojt, e ka lutë goca për ti taku nuk kanë gjuhë. E kuptoni këti? E kuptoj. Mirë, ndalojmë pak këtu. Ndalojmë pak këtu. Ti punon? Punon që s'punon. Punon. E ke paraqitur dokumentat që punon në gjykat? S'punon shumë, punon punë fshati. Punë fshati, pra këtë ardhura. Punon punë fshati, i kështu me frezi, i kështu këtari, Mirë, unë të falenderoj zotrin, ndoshta do bëjmë një emision të dytë për të dëgjuar më gjatë ty. E bom në komision, e kupton, e bom në e ishim 50 veta ke përshkjet i Librazhit, u i qondon në sytë gjitha, e kupton. E qartë. Vizitoni e herë më vizitoni, e kupton. Mirë, me gjithatë në studio, nuk ka nevoj për ofendime, sa ajo nuk ju ka ofenduar në asnjë moment, kam një psikologe e cila e ka vlerësuar që është shumë mirë mëndërisht. I ka mund, i ka. Mirë, unë të falenderoj, do flasim pas emisionit bashkë, falemderit. Atëherë, kjo ishte deklarata, nuk e di do më thënë, ke diçka për thënë për deklaratën? Qa deklarata ishte? Nuk e kuptove, nuk e dëgjove. Se nuk e ka Që ti ke dhunuar fëmijët, je nëndhënuese, nuk e kontribuar për fëmijët në asnjë moment, vajza kërkon të takoj, ti nuk e takon. Kam për thonë, unë kam për thonë, i kam quke shkolla, durata, para vitit të ri, nuk i kanë marë. Ka marë psikologi e shkollës gocën, i ka thonë i da, se ti ka pru mami, i du si du, o prit, do të thëmë përgjigje mas 2 ditësh. Ta dëgjojmë avokatin se jam drejt fundit, po avokat. Si ajo që tha zotëria, nuk është se janë kushtet cilat gjykata duhet të rritin në këta akt për t'ia heqë përfundimisht të drejtën e përgjithësisë përndërore zonjës. Por, unë mendoj që edhe në lidhje me zotërin, duhet ishte pak më burror dhe të bënde një bashkëpunim, një marrëveshje, le të ndaheshin, por fëmijët ose të ndaheshin në mënyrë parabartë, ose të lihenin dhe ai të kontribonte, siç kontribojnë shumë prindit që janë të ndarë sot, dhe kontribojnë fëmijët e vegjël, sidomos ato moshë që Si të duk deklarata e zotërisë korrekt? Ai Ka ndonjë të drejtë pra, në qoftë se zonja është kjo dhunuese dhe pas kanë shkuar fëmijët tek mjeku ligjor. Ai ka ligjor. prova e vis të ndonjë dhune të shkaktuar si çdo nën që zihen, konfliktohen me fëmijët për shkak
të parregullësisë së fëmijës në banesë, dhe ai mund të ketë filmuar, ndërkohë kjo nuk ka arritur që ta filmojë atë në rast të dhune kur ai ka shkaktuar fëmijën. Jo, ajo ka provat. Ka këtë provë, po s'ka provë për fëmijët. S'ka provë për fëmijët. Dhe ai ka filmuar dhe kjo është një provë para gjykatës që tregon që kjo e ka dhunuar. Pavarësisht se si duket në filmim, se jo gjithmonë në kamera dhe në mënyrën se si filmohet është e vërteta, ajo që ka ndodhur. Mirë, e vërtet kjo në fakt, se duhet parë edhe pasoja që kemi tek pamjet. Por gjithsesi e patolerueshme të gjitha fotot dhe gjithë të dhunën, por zotëria thotë që ja ka shkaktuar e motra, familja dhe nuk ja mund dhunuesi. Kjo është absurde, po. Kjo duhet të ankimoja në mënyrë urgjente, mendimin, dhe jam i sigurt që gjykata e ankimuese do ta rrëzojë këtë. Qartë. Eksena? Sigurisht që raporti duhet lexuar, sepse ka shumë, pra profesionalisht ne kemi shumë mjete për të identifikuar dhe për të vlerësuar. Sigurisht që e shoh si arsye kryesore, pra fakti që zotëria deri ditën e fundit ka kërkuar, siç ka bërë gjatë kohës së martesës pa kur e dhunonte, ka kërkuar që ta ruaj familjen, të mos e prish familjen, është shpesh një nga arsyet përse përpara syve të fëmijëve nënat shihen si ato që prishin familjen. Pra zotëria ka arritur deri në momentin e fundit të tregojë që ai ka interes për familjen dhe është nëna ajo që e ka fajin që dëshiron të prishë familjen. Pra asnjëri me një dëshirë të thjeshtë dhe për argëtim nuk e prish familjen pa patur arsye madhore. Dhe pikërisht gjithë këto instrumenta që përmenden në këtë raporti, vlerësimi, sigurisht do ishin të mundur. Dhe në një takim që thot zonja, sepse aty ka përmenden takime individuale, takime prindrit me njëri tjetrin, prindrit me... Kanë deklaruar fëmijët që janë rrahur nga ana e nënës? Madje cilësohet që vajza ka denoncuar nënën për dhunë. Ka elemente të kësaj natyre. Por, pra fakti që babai ka shprehur, pra ajo dominon, fakti që ka shprehur deri në fund, që ai nuk do ta prishë familjen, e bën nënën në sy të këtyre specialistëve e bën nënën... Por nuk mjaftojnë urdhrat e mbrojtjes për sa i përket psikologës dhe pamjeve që ne ofrojmë dhe sharjeve që zotëria e pranoi dhe publikisht. Po, unë e kam sharë, thot? Sigurisht, edhe nga cilësia e videos që dëgjuam, kuptohet që babai ishte tepër agresiv. Po, edhe e pranoi, po, e kam bërë, thot. Po, dhe ai me të drejtë mund ta shohë si pjesë të vetë. Kush prevalon midis nënës dhe babait? Jemi me 2 standarde, jemi me 1 standard, duhet që edhe babai edhe nëna të mos e kishin kujdestarin atyre 4 fëmijëve, do ishte politikisht më e rregullt, profesionalisht psikologja, kështu e tillë. Sepse më duket pa standard. Pra, kur ne themi që predominon fakti që nëna është ajo që kujdeset për shumë arsye të vërtetuara edhe shkencërisht, dhe në këtë lloj rasti, pra nëse ka edhe një baba dhunues, nëse ka denoncime, nëse ka urdhra mbrojtje, dhe ti bazohesh në faktin që ai dëshiron të mbrojë familjen, kjo nuk e çbën faktin që ai është një dhunues. Ose do t'ja marrësh të dy prindërve, fëmijët, ose do e gjykosh drejt situatën. Më duhet të shkoj tek zonja. Zonjë, të paktën nga ajo çfarë tha ish bashorti yt, babai 4 fëmijëve, deklaron që ka një urdhër mbrojtje. Vajza ka kërkuar urdhër mbrojtje se ti e ke dhunuar. Madje ajo ka shkuar edhe tek mjeku ligjor. Dhe është pak kundërshtueshme, zbesoj të më gënjej kaq hapur. Unë kisha rezervat e mia dhe jo më kot të pyeta. Nuk e di. Ti nuk je në dieni për këtë gjë? Unë jam ndjeni, nisa ta tregoj. Po, çfarë ka ndodhur pra, ma thuaj? Para gjykatës tash më bështyr, njëra më ofendonte, nuk kam reagu. Nuk e reaguar? Jo, hym lart. Jo, për moment, hym lart, marron gjyqin, dolën poshtë. Po dolën para meje, unë ishin të 4 me gjithë avokatin e vetë. Po? Edhe... Kanë shtyr. Tani më sa kuptoj unë, duke si loj. Po? Goca të shojqeri. Po? Në busqeshim, thiri. Mam, në loj qika ty. A tha lera te, tha sa ajo rrugve ka dalë, tha lera ti rrugve. Jo, thonë të them ti qka mami. Edhe ku po qeshte unë, thash me vërte kjo, unë do vi me ty, tha se këshu, tha, po ma jep telefonin Musa, të të zblokoj, të të zblokoj o numërin që më ke bloku ti, thash Ana ke bloku ti mami, thash, jo mami ty. Po. Birë ta shof, edhe ma të hoqi telefonin goce vogël. Unë e mora telefonin goce, thash mos jam merë mami telefonin, kështu se është gabim, kaq. Edhe kjo tjetër në kaptë të çantë nuk e di. Pra, gjithë kjo përleshje që pas ka ndodhur është quajtur dhunë. Kjo është episodi dhunës. Ma bon ata, ma kanë huk mu. E qartë.
Pra është një provokim Kjo është prova e vetme. Dhe për këtë incident të lutem se s'kam shumë kohë. Më kanë kapur, ka ardhur një gru nga rruga, më ka prit fare, ka heq gocën, çaj të po t'ish duhet goca i ktheshi. Ajo ka thonë jam një vetëm. Të jam dakte, më kam Pra, të dyja vajzat kanë rrahur ty dhe jo ti vajzat. të dyja. Më kanë marrë policia Elbasanit, kanë vajt ati kishte bën denoncim bashkë me atë. Qartë. Pra është një denoncim. Pra, kjo është përdorur pastaj që ti ke dhunuar. Pra prova është krijuar gjatë procesit. Pra nuk kam Po kjo prove përmendet në raportin psikologjik të... E përmend faktin Nuk që e di, ka vajza ka bërë denoncim për na. është përdorur një provë fundit dhe nuk është përdorur gjithë kronologjia e 2018-s. Urdhra mbrojtje, dhuna në familje, dhuna shkaktuar ndaj kësaj. Dhe si mund ndryshojnë fëmijët në një moment kaq shkurtër? Nëse do gjykojmë për dhunë, e rëndësishme është të analizojmë situatën përpara, sepse ne dim shumë mirë që gjatë procesit të gjykimit, sigurisht që krijohen dhe stimulohen situata për të vërtetuar, pra një gjë që ti ndoshta edhe nuk është e vërtetë. Dhe fakti që tregon që kjo provë është ndërtuar në fund të këtij lloj procesi, ka qenë si një arsye. Po nëse ky incident del si skenar, atëherë edhe përdorimi i fëmijëve në këtë skenar është tur për babain, për avokatin që pas ka qenë prezent, por edhe për gjykatin që i pas ka shkuar ti incidenti në proces për ta penalizuar këtë nën që babai të marri fëmijët. Kjo është e turpshme pastaj. Thellon më shumë skandalin që ne tham. Është e vërtetë dhe këto janë profesione të cilat jo vetëm që sa ndihmojnë familjen, por krijojnë të tilla situata që përdorin dhe fëmijët gjithmonë në dëm të familjes. Kjo nuk e përmirëson. Ky lloj qëndrimi profesional të dyja krahët. Rrëfimi i zonjës në këtë studio si të duk, dinjitoz, me probleme, sepse zotria tha shikojni se nuk mund t'jetë mirë mëndërisht. Ndërkohë që ishte zotria që pranonte po, thoshte, si pas një gjë të keqe, po ka ikur në 2018 bashkë me fëmijët në qendër, po ishte motra, gjente një fajtore, që ishte motra, e ke dhunuar, po tani edhe ka ndodhur. Tani, kjo gjë e zotris nuk më përputhet me atë që ka vendosur gjykata. Është ndodh shpesh përgjithsisht që bashortët që kanë një qëndrim kaq ne kemi bërë emisionin ton, thotë, në Bashkinë e Librazhdit, me shumë protagonist. Duhet një vëmendje e shtuar sepse gjithmonë më shumë po shtohen rastet ku bashkëshortët të cilët janë dhunues dhe sigurisht ka një peshë shumë të lartë fart në këtë lloj procesi, o e bëjnë gruan të çmendur, o e bëjnë gruan të paaftën mëndërisht, dhe e çojnë drejt asaj rruge për ta vërtetuar. Dhe kjo për mua kërkon një lloj vlerësimi dhe një sy profesionist, sepse gratë sigurisht po ritraumatizohen, po ridhunohen nga institucionet dhe nga gjithë proceset e gjykimit që ndodhin. Faleminderit Ekse, nuk e di se ç'do ndodhi kur të jetë zotria protagonisti i emisionit Me zemër të hapur, çfarë provash do na serviri ai. Ndërkohë, Serian besoj se gjykata e apelit do vijoj të mos jetë në këtë vendimin e gjykatës shkallës parë. Shumë kushte të cilat nuk janë plotësuar nga vetë gjykata, nuk e di a është thirrur shërbimi social i qytetit, pra ka shumë gjëra ku kjo mund të ankimoje, sepse asnjë nga kushtet e kodit familjes në 228 për heqjen e prindërimit, këtu nuk është prekur nga zonja që ti hiqe prindërimi përveç... Edhe nëse ka ndodhur episodi... Përveç skenari gjatë procesit. Falso të injecuar nga personin e fjalë. Ti thua që gjithçka do ndryshojnë në gjykatën e apelit. Zonjë, je vendosur që këtë çështje ta çosh në gjykatën e apelit se ti duhet ta apelosh. Si keni biseduar me avokatën, do ta dërgoni çështjen apo do ta lini të marrë formë të prerë? Tani nuk e di. Ti i kërkon fëmijët apo jo? Po, normal. Po atëherë do ta apeloni? Po. Do ta apeloni. E keni vendosur bashkë me avokatën, po presni të bëhet zbardhja e vendimit. Edhe duhet shkosh në mënyrë të menjëhershme të dhoma avokatisë e Elbasanit, ti kërkosh të t'japi një avokat dhoma avokatisë që të ta japi në dispozicion të merret me çështën tënde me ankimimin. Atëherë, ke diçka për t'i thënë fëmijëve, sidomos vajzave nga studio emisionit Me zemër të hapur sot? Kam. Çfarë do t'i thuash? Gjithmonë do ta kem zemrën të hapur për ata, se nuk kam yll. Zemrën dhe derën e shtëpisë banesës i ke të hapur për 4 fëmijët. Gjithmonë. Duhet fillosh paguash edhe detyrimet ndaj fëmijëve dhe të kërkosh takimet me to. Shiko, gjykata ka vendosur takimet. Ndi. Bëj pagesat e detyrimeve ushqimore, nuk e di a i ke mundësit apo jo, por punon. Ki ka mundësit do i gjej. Do t'i gjesh mundësit. Por, paralelisht me detyrimin ushqimor, kërko dhe takimet. Si ke takimet? Për herë një avë nuk ka arta letra akoma, nuk e di.
3 herë në muaj apo 3 herë në javë? 3 herë në muaj. Se 3 herë në muaj. nevojë aty ai, po unë nuk e di tani, nuk s'maja me gjonë. Mirë, unë të falenderoj që ishe pranishme, në qoftë se zotria do të bëhet pjesë e emisionit, ne pa tjetër që do jemi në kontakt me ty, për të pohuar apo për të mohuar ato që do thotë zotria. Gjithsesi të falenderoj që ishe pjesë e emisionit me zemër të hapur, falenderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, paralelisht kemi qenë live edhe në Radio News 24. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty përveç komenteve në lidhje me temën e ditës, mund të denonconi rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Kjo është faqja jon e Facebookut, automatikisht shkohet edhe në Instagram, e shfaq regjia në këto momente, në këtë plan të madh, dhe ndërkohë në faqen tonë të Facebookut dhe të Instagramit keni numrin e telefonit fiks dhe të celular, mund të na shkruani në të gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger, menjëherë redaksia e emisionit me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdorues i rrjeteve sociale apo dërgoni letrat tuaja, mund t'i nisni në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës, pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Presim pak qaste, kjo është faqja jonë zyrtare, e shfaqe regjia në këto momente, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, minuta kofshë.